Gjykata e krimeve të rënda vendosi të shtyjë seancën e parë gjyqësore në ngarkim të shtetasit Ilir Xhakja, i akuzuar për vrasjen e shefit të policisë së Shijakut, kryekomisar Adem Tahirajt, vitin e kaluar në afërsitë të Durrësit. Shkak për këtë shtyre është bërë mungesa e Andit Durajt, përfaqësuesit ligjor të pandehurit, i cili justifikoi mospraninë në sallë me impenjime në botën akademike, pasi ai është pedagog në një prej universiteteve private. Gjatë seancës që zgjati rreth 30 minuta, Toka dhe Zeza nën kryesimin e gjykatësit Bardhyl Dhamo vendosën zhvillimin e seancës së radhës në datën 29 janar. I pandehuri Ilir Xhakja akuzohet se është autori i vrasjes me armëzjarrit të ish-kreut të komisariatit të Shijakut, Adem Tahiraj, i cili u ekzekutua pas ditën e 13 shtatorit në fshatin Kantun Sukth, gjatë një operacioni policor që kishte si qëllim prangosjen e personave me precedent penal, të cilët lëviznin të armatosur. Por gjatë këtij operacioni, Ilir Xhakja në debat e sipër qelloi 5 herë me pistolet mbi kryekomisar Tahirajin, duke i shkaktuar vdekje të menjëhershme. Ilir Xhakja gjykohet njëkohësisht edhe nga gjykata e apelit në Durrës, pasi fillimisht u shpalli pafajshëm për vrasjen e shtetasit Qeri Maloku në vitin 1998. Pavajësia e tij u dha nga gjyqtari Neritan Tabaku, tashmë nën hetim nga prokuroria. Dosja u përgatitë dhe u dërgua në organin e akuzës nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, dhe pas kësaj rinisi edhe procesi gjyqësor në Durrës në ngarkim të shtetasit Ilir Xhakja.